Horoskopi ditor, 17 nëntor 2025. Dashi, sot për ty, dashi, duket sikur perde të padukshme po lëvizin dhe zbulojnë gjëra që kanë qenë aty prej kohësh, por ti nuk i ke parë. Mund të jetë një mundësi, një talent, një informacion, apo edhe një person që të mbështet pa e ditur. Energjit po të shtyjnë të zgjerosh horizontet emocionale dhe të mos ngelesh në të njëjtën rreth. Ky është momenti kur ja vlen të kthesh kokën pas, jo për t'u penduar, por për të kuptuar. Diçka nga e shkuara të jep një mësim të vlefshëm që të hap rrugë për të ardhmen. Mendja kërkon rregull, thjeshtim, qartësi. Edhe heqja dorë nga diçka e vjetër mund të ndjehet si çlirim, një zakon. Një barë emocionale, një situatë që të ka thithur energjinë, dikush pas skenës, një person i heshtur, ose një rrethanë e vogël që se kishe vënë re, sot mbetet si mburoj dhe të jep ndihmë. Mos neglizho këshillat, kërko informacion, hulumto, gjithçka që zbulon të shërben, dhe mbi të gjitha, ky është dita e duhur për të thënë deri këtu ndaj diçkaje që të ka konsumuar. Vendimi që mendon ta shtysh, sot merr trup, dashi sot ecën përpara duke u çliruar nga diçka që e ka mbajtur pezull. Demi, sot, demi hyn në një dritë më të qetë dhe më shpresdhënëse. Një projekt që e ke pasur pezull, ose një marrëdhënie që ka pasur nevojë për oksigjen, më në fund duket se lëviz në drejtimin e duhur. Mund të jetë edhe thjesht fakti që ti sheh këndvështrimin e dikujt më qartë, dhe kjo të sjell qetësi, edhe pse disa gjëra ende nuk janë zgjidhur, ti sot ke aftësinë t'i hedhësh syt tek ajo që kontrollon vetë. Dhe kur demi vendos fokus, asgjë s'e ndal. Vendose një qëllim të qartë para syve, qoftë i vogël, qoftë i madh, dhe dita të funksionon në favor. Bisedat me njerëzit e duhur sjellin ide të mira. Bashkëpunimet sot vlejnë shumë. Dikush në rrethin tënd mund të të ndihmojë të shohësh prioritetet të qartë, pa mjegull. Mund të jetë koleg, mik, apo një person që e ke nënvlerësuar por që sot bëhet i rëndësishëm. Kur ti bën detyrat e tua sot, ndjen kënaqësi, e ndjen se po ndërton diçka me bazë. Dhe një diskutim i shkurtër për të kaluarën të sjell qartësi dhe një mësim të vogël që të shërben përpara. Demi sot ecën me hapa të sigurta dhe me një vizion të pastër. Binjakët, sot, binjak ka një aftësi të rrallë, të shoh thellë, më thellë se zakonisht. Duket sikur një nyje që ka kohë që të pengon, më në fund fillon të shkrihet. Mund të gjesh një informacion që të ka munguar, të kuptosh një arsye, ose të shohësh drejtimin e radhës me qartësi. Dhe kjo të sjell një ndjesi të fortë sigurie. Energjia e ditës të shtyn drejt dy gjërave, ti çosh projektet në një nivel më lart, ose të kujdesesh për veten dhe shëndetin tënd me më shumë disiplinë. Ka mundësi t'i bësh të dyja, sepse ato të ndërtojnë të njëjtin themele, stabilitet. Sot nuk është dita për shpejtësi, improvizime apo fluturime sipër. Sot është dita e fokusit, thelbit dhe hapave të qetë. Ajo që zakonisht të duket monotone, sot të ndihmon shumë. Gjërat që ndërton tani kanë jetë të gjallë. Po mendon për siguri, për baza, për të ardhme që s'të lë pezull. Çdo vendim i sotëm të forcon pozicionin, qoftë në punë, qoftë në rutinën tënde. Binjaku sot ka fuqinë ta stabilizojë terrenin nën këmbë. Dhe kjo është më shumë se çfarëdo aventure momentale. Sot, gaforja duhet të ecë me ritëm të qetë. As me vrap, as me nge. Balanca është fjala kyçe. Universi të vë përballë njerëzve të duhur, dhe kjo të jep siguri, mbështetje dhe një lloj qetësie që ti e merr gjithmonë seriozisht. Dita ka një dhuratë të vogël për ty, një mësim, një informacion, ose një mënyrë e re për të parë një problem të vjetër. Dhe kur gaforja e kupton diçka thellë, e bën të sajnë dhe e përdor për të ecur përpara. Nuk është kohë për iluzione apo plane që fluturojnë në ajër. Sot, realizmi është gjithçka që të duhet dhe çuditërisht të sjell ngrohtësi. Ndoshta një projekt krijues, ndoshta një shoqëri e mirë me njerëzit e tu të besuar, çdo gjë që të lidh me thelbin tënd emocional. Funksionon, disa shpërblime të vogla nga puna e së kaluarës mund të vinë.
Jo domosdoshmërisht para, por vlerësime, mundësi, ose një rezultat që të qetëson, dhe dëshira për të ndjerë më e lirë, më e gëzuar, më e plotë. Të shtyn drejt ndryshimeve që duhen bërë prej kohësh, edhe pse disa gjëra ende janë të paqarta, energjia e ditës të orienton drejt produktivitetit, aty ku gjen kontrollin, strukturën dhe sigurinë tënde. Gaforja sot punon me zemër, por ecën me mendje të kthjellët. Luani sot, luani hyn në një ditë që kërkon përkushtim dhe kthjelltësi. Nuk është momenti për shpërqendrime, por për të marrë me gjëra që kanë rëndësi reale, angazhime personale, projekte të nisura, detyra që kërkojnë seriozitet. Dhe ti, kur vendos të përqendrohesh, shkëlqen, ka gjasa të zhvillosh një bisedë të vlefshme ose të bjerë ndërmend një këndvështrim i ri për një problem të së kaluarës. Drita bie mbi diçka që se ke kuptuar plotësisht më parë, dhe aha momenti të jep drejtim, shtëpia, familja, ambienti yt personal. Sot marrim peshë. Mund të ndjesh një lloj misioni për t'i vënë gjërat në rregull, për t'u përmirësuar ose për t'u ndjerë më i stabilizuar. Një projekt brenda shtëpisë, një rregullim, diçka që kërkon vëmendjen tënde të plotë, sot sjell rezultat të mirë. Ky është momenti perfekt për të parë çfarë duhet hequr, çfarë duhet mbajtur dhe çfarë ka nevojë për më shumë kujdes. Pastërtia mendore dhe emocionale është po aq e rëndësishme sa ajo fizike. Sa më shumë thjeshtim të bësh sot, aq më i qartë bëhet rrugëtimi yt. Luani sot nuk shpërndan energji kot. Ai e kanalizon dhe e përdor për të pastruar terrenin, që nesër të ecë më lirshëm, më i fokusuar dhe më i fuqishëm. Birgjeresha, sot, koha punon për ty. Energjitë e ditës të ndihmojnë të gjesh informacionin që ke kërkuar, të shohësh një situatë më qartë dhe të vendosësh plane të forta e të realizueshme. Realizmi është arma jote, dhe sot e përdor mjeshtërisht. Organizimi, sistemimi, ndarja e detajeve. Këto nuk janë thjesht detyra për ty, por mënyra se si ti vendos kontroll mbi kaosin. Sot çdo gjë që rregullon, qoftë në shtëpi apo në mendje, sjell qartësi dhe stabilitet. Madje mund të kesh dëshirë të thjeshtosh jetën tënde personale, të heqësh barrat e panevojshme dhe të mbash vetëm atë që ka vlerë, edhe pse disa gjëra duken ende të pasigurta. Energjia e ditës të jep mundësinë të fokusohet vetëm tek ajo që mund të menaxhosh dhe aty ti shkëlqen. Studimet, projektet, këshëria intelektuale dhe bisedat e rëndësishme marrin vëmendje. Dikush me vlera të ngjashme me ty mund të hapë një perspektivë të re. Mund të shfaqet edhe një lidhje ose një afrimitet i ri, ndonjëherë mjafton një bisedë që ta ndryshojë dinamikën mes dy njerëzve. Tema kryesore e ditës, komunikimi i sinqertë, partneritetet konstruktive dhe negociatat që sjellin rezultate të prekshme. Një fjalë e thënë në momentin e duhur sot mund të hapë një derë që ka kohë që pret të hapet. Peshorja, sot të vjen një lloj kthjellimi që nuk është dramatik, por i fortë në mënyrën e vet. Një ide e vjetër, një problem që nuk ke ditur si ta shtyje përpara, pa pritur hapet si derë e harruar. Ti je më qartë, më ftohtë, më real. Dhe kjo të jep avantazh. Detyrimet duken më të lehta për t'u kryer, jo sepse janë më pak, por sepse ti sot je më i rregullt, më i qëndrueshëm dhe më i prirur t'i marrësh gjërat me këmbë në tokë. Gjërat praktike, rregullim, organizim, planifikim, janë zona ku fiton më shumë terren. Komunikimi është fusha që të hap dyert. Një bisedë e thjeshtë me dikë që mendon si ti, mund të jap qartësi për një marrëdhënie, një projekt, ose edhe një vendim personal. Ky është nga ato ditët kur një lidhje mund të forcohet përmes një bisede, ose një njohje e re mund të lindë po nga një bisedë e vetme. Energjia të shtyn drejt dy gjërave kryesore: përmirësimit të ardhurave ose një mënyrë më të zgjuar për të fituar, shijimit më shumë të asaj që bën, jo vetëm detyrë, por edhe kënaqësi. Nëse ke ndjerë se disa pjesë të jetës janë pezull, sot është një prej atyre ditëve ku të paktën një segment merr formë. Një ide, një metodë, një e vërtetë që të ndihmon të shkosh drejt zgjidhjeve më të qarta. Në thelb, dita të jep qartësi që të orienton drejt vendimeve të qëndrueshme. Fjalët hapin dyert. Planet e thjeshta sjellin rezultatin. Akrepi, sot ke një lloj qetësie të brendshme që nuk e tregon me fjalë, por e ndjen në vendimet që merr.
Lidheni emocionale me një projekt pune, një objektiv afatgjat apo një plan që ke kohë që e mban në sfond, tani bëhet më e qartë. E sheh drejt, e prek, e kupton çfarë kërkon prej teje, vlerësimi nga të tjerët vjen natyrshëm, një këshill që jep, një opinion i saktë, një zgjidhje që të tjerët nuk e shohin dot. Sot njerëzit e kuptojnë se përse fjala jote peshon. Dhe kjo të jep një lojë më të pastër në terrenin e punës dhe marrëdhënieve, detyrimet përballohen pa dramë. E ke më të lehtë të mbyllësh afate, të përmbushësh përgjegjësi, të tregosh me vepra çfarë vlen. Ke një përkushtim të qetë, por të fuqishëm, qoftë ndaj një projekti krijues, qoftë ndaj dikujt që të intereson në planin romantik. Sot nuk flet shumë, tregon me punë, shfaqet edhe një dozë pjekurie, pranon mësimet e jetës pa u ndier i plagosur, dhe ky realizëm të çon drejt vendimeve të mençura. Ke një instinkt të qartë se ku duhet të vendosësh rregull, çfarë duhet hequr, çfarë duhet përmirësuar, edhe pse disa gjëra rreth teje janë ende të paqarta, aktivitetet e thjeshta, pastrimi, sistemimi, një stërvitje, një punë e vogël e përditshme, të çojnë në qartësi mendore. I heqin mjegullat në thelb. Dita të jep fokus, disiplinë dhe një kthjellim që të orienton drejt kontrollit të jetës tënde. Ti nuk shtyn, ti vepron. Dhe sot, çdo veprim ka peshë. Shigjetari, lajmi që merr sot, qoftë edhe një bisedë e vogël, sjell lehtësim. Mund të jetë informacion që të qetëson, që të hap një derë, apo që të jep më shumë kontroll mbi një situatë. Dhe sa po hyn në lojë, mendja jote kalon menjëherë te detajet praktike, i rregullon, i organizon, i kupton, sot dhe vlerëson më shumë atë që e ke të qëndrueshme në jetë. Njerëzit e afërt, rutina që funksionon, sendet që të japin stabilitet. Kjo të jep tokë nën këmbë dhe të shtyn të përmirësosh mënyrën si e sheh veten, jetën dhe marrëdhëniet, një rregullim i vogël në shtëpi, një listë, një plan, një organizim i një zone që të ka mbetur pezull, të kthen qartësinë. Çdo gjë që sistemon fizikisht, të pastron edhe mendjen, ka gjasa që sot të marrësh mbështetje nga diku ku nuk e pret, një person që të ndihmon pa shurmë, një situatë që zgjidhet në prapaskenë, një lehtësim që vjen pa bujë. Ke gjithashtu një ndjesi kontrolli më të fortë mbi çështjet familjare dhe shtëpinë. Nuk shmangesh, i përballon dhe i vendos në rresht, në thelb, sot gjen qartësi, ndihmë dhe stabilitet. Dhe me këto tre, ti lëviz shumë më i lehtë dhe më i sigurt. Britsjapi, sot, i dashur britsjap, dëshira për të vendosur gjithçka në rregull, për të organizuar dhe për të përballuar detyrat është më e fortë se zakonisht. Po ndjen nevojën për të kuptuar se çfarë duhet të ndryshosh, të heqësh ose të përshtatësh në jetën tënde për të ecur përpara me qetësi dhe siguri. Sot kërkon qartësi, rezultate konkrete dhe qëllime të qarta, dhe nëse përgjigjet e mëdha nuk vinë menjëherë, është koha e duhur të merren parasysh zgjidhje për problemet më të vogla që mund të jenë pengesë. Ky është një ditë kur qëndrimi yt konstruktiv mund të sjellë shumë arritje. Përmes këshillave të mira dhe bashkëpunimit, mund të përparosh dukshëm në projekte, marrëdhënie ose detyra të përditshme. Sot është një mundësi e shkëlqyer të rishikosh prioritetet, të vlerësosh çfarë ka rëndësi dhe të fokusohesh tek gjërat që kanë ndikim të madh mbi jetën tënde. Gjithashtu, marrëdhëniet personale ose ato profesionale mund të luajnë një rol të rëndësishëm në ditën tënde. Njerëzit që të rrethojnë mund të motivojnë të shohësh gjërat nga një perspektivë tjetër dhe të marrësh vendime më të mira. Mund të ketë mundësi të shkëlqyera për të bashkëpunuar, për të ndihmuar të tjerët ose për të pranuar mbështetje që të lehtëson rrugën drejt qëllimeve. Në thelb, kjo është një ditë për të vendosur rend, për të qartësuar qëllimet dhe për të marrë nën kontroll jetën tënde, duke shfrytëzuar energjinë tënde të natyrshme për disiplinë, përgjegjësi dhe përparim. Ujori, sot, i dashur ujor, mund të shfaqet një mundësi e veçantë për të kuptuar më thellë veten, të tjerët dhe situatën në të cilën ndodhesh. Është koha e duhur të dëgjosh me vëmendje, të reflektosh mbi emocionet dhe motivet e tua, dhe mbi të gjitha, të jesh i sinqert me veten.
Çdo reflektim i brendshëm mund të japë qartësi dhe të nxjerrë në pas zgjidhje që më parë dukeshin të parritshme. Sot është gjithashtu një ditë e shkëlqyer për të thjeshtuar dhe organizuar rutinat e përditshme, duke u fokusuar tek gjërat që kanë rëndësi reale për ty. Çështjet që kanë më shumë peshë në jetën tënde mund të bëhen më të qarta. Gjë që përforcon aftësinë tënde për të përqendruar dhe për të vepruar me efikasitet. Mund të kesh mundësinë të marrësh përgjegjësi mbi një çështje të veçantë ose të punosh drejt një qëllimi të rëndësishëm me durim dhe planifikim të kujdesshëm. Kohët të tilla janë perfekte për të ecur hap pas hapi, për të ndjekur një qasje të organizuar dhe për të ndërtuar themelet e suksesit tënd. Gjithashtu, të tjerët mund të tregojnë vlerësim për përpjekjet dhe kontributin tënd, veçanërisht në nivele profesionale ose publike. Sot ke mundësinë të forcosh marrëdhënie, të bashkëpunosh me të tjerët dhe të vendosësh bazat e një qëllimi të caktuar, që mund të sjellë rezultate të dukshme në të ardhmen. Në thelb, kjo është një ditë për fokus, qartësi dhe veprim të qëllimshëm, duke përdorur inteligjencën dhe intuitën tënde për të ndërtuar suksesin personal dhe profesional. Peshqit, sot, i dashur peshq, mund të fitosh njohuri të çmuara për ato gjëra që duhet t'i largosh nga jeta jote, gjë që do të të ndihmojë të ecësh përpara me më shumë qartësi dhe energji. Informacioni që vjen sot mund të jetë shumë i dobishëm dhe madje të shërbejë si një pastrim dhe shërim i brendshëm, duke të liruar nga ngarkesat emocionale ose zakonet që të pengojnë. Do të ndihesh më i fortë, më i organizuar dhe më disiplinuar, duke pasur një besim realist në vetvete. Energjia jote pozitive të ndihmon të punosh shumë, por edhe të marrësh kënaqësi nga vetëmjaftueshmëria dhe përpjekjet që bën për të përmirësuar veten. Mendimet e tua sot janë të orientuara drejt një perspektive afatgjate, gjë që të jep kuptim më të thellë për jetën tënde dhe ndihmon të marrësh vendime të mençura. Ndiqja e një rutine mund të mos jetë gjithmonë gjëja jote e preferuar, por sot mund të jetë ngushëlluese dhe të ofrojë stabilitet, veçanërisht me energji të paqëndrueshme rreth teje. Prioritetet bëhen më të qarta dhe mund të vendosësh të shtosh kohë për studime, të përmirësosh aftësitë apo të zgjeroj njohuritë e tua. Sot është një ditë për reflektim, disiplinë dhe për të bërë hapa të qëllimshëm drejt përmirësimit personal dhe progresit të qëndrueshëm.